ka në dispozicion kundër masa në rast se administrata amerikane zbaton kërcënimet e saj për vendosjen e tarifave shtesë ndaj disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu deklaroi të hënën zëdhënësi i Komisionit Evropian Olof Gill, duke theksuar se institucionet evropiane mbeten të përmbajtura. Megjithatë, Bashkimi Evropian po përgatitet edhe për kundërmasa të mundshme në rast se zbatohet kërcënimi i presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave. Nëse diplomacia dështon, BE-ja mund të riaktivizojë një paketë kundër tarifash në vlerë prej 93 miliard eurosh, e cila përfshin produkte industriale dhe bujqësore amerikane. Kjo paketë u përgatit pranverën e kaluar pas shpalljes së tarifave gjithëpërfshirëse nga presidenti amerikan, por u pezullua përkohësisht pas arritjes së një marrëveshje tregtare mes BE-s dhe SBA-ve. Komisioni Evropian konfirmoi se pezullimi i kësaj pakete s'kadon automatikisht më 6 shkurt, çka do të thotë se kundër tarifat mund të hyjë në fuqi që të nesërmen nëse nuk merret një vendim për zgjatjen e tij. Ndërkohë, Franca dhe Gjermania kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë të shantazhohen dhe se Bashkimi Evropian ka një gamë të gjerë opsionesh për t'ju përgjigjur kërcënimeve amerikane. Aktualisht po zhvillohen konsultime intenzive mes shteteve anëtare në prag të samitit të jashtëzakonshëm të 22 janarit, të thirrur nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Qëllimi i këtij samiti është gjetja e një qëndrimi të unifikuar të Bashkimit Evropian ndaj tarifave amerikane.